Ministrja në detyrë Artane Rizvanolli dhe zëvendës Ministria e Kulturës Nora Arapi Krasniqi sot qëndruan në disa kompani të Prizrenit, të bashkëshoqëruar edhe nga ishë deputetet Mytera Skuka, Arbe Rejgjaj, Artan Abrashi, të cilët me këtë rast dhe kanë takuar nga afër dhe kanë parë disa kompani që veprojnë në Prizren, duke u njohur nga afër edhe me punët dhe sfidat e këtyre kompanive. Me këtë rast kanë pritur nga pronarët e kompanisë dhe bashkarisht kanë diskutuar për mundësitë e bashkëpunimit, pastaj mundësitë e një ndihme reciproke që mund ta ketë nga qeveria e Kosovës. Fillimisht Ministria në detyrë Rizvanolli takuan profesionistët e usjellësit në hidroregionin jugor në Ortakall, ku me këtë rast arritën një marrëveshje për të cilën njoftuan nga kjo kompani që sot u nënshkrua marrëveshja tripalëshe ndërmjet hidroregionit jugor, Ministrisë së Ekonomisë dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit për implementimin e projektit diskomulimi i rezervuarit në ujin e kalas së Prizrenit. Marrëveshja u nënshkrua nga kryeshefi ekzekutiv Zotëri Bekim Kashi, Ministria e Ekonomisë zonja Artane Rizvanolli dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit zonja Saranda Bogujevci. Ky projekt është shumë i rëndësishëm për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe arkeologjike të kalas së Prizrenit, duke marrë parasysh problematikat e evidentuara më herët nga rrjedhja e infrastrukturës ekzistuese e rezervuarit. Përveç aspektit të ruajtjes së monumentit, projekti do të ndikojë drejt për drejt edhe në përmirësimin e furnizimit me ujë të pjesë nga lagjet Nën Kalaja, Kurilla, pjesa e Tusuzit, si dhe zona e Spitalit, duke rritur kështu sigurinë dhe cilësinë e shërbimeve për qytetarët. Rezervuari aktual ka kapacitet prej 480 m2, ndërsa rezervuari i ri do të ndërtohet dhe do të ketë kapacitet prej 1000 m2. Vlera e projektit parashihet të jetë rreth 450.000 euro, ndërsa realizimi i këtij projekti të përfundojë brenda këtij viti. Hidroregioni jugor mbetet i përkushtuar në realizimin e projekteve që përmirësojnë shërbimet ndaj konsumatorëve dhe njëkohësisht ruajnë vlerat historike kulturore të qytetit tonë, thonë në këtë kompani. Derisa pastaj pas një vizite është bërë dhe në fabrikën për prodhimin e uniformave Puntex. Ministrja në detyrë Artane Rizvanolli, zëvendës Ministrja e Kulturës Nora Arapi Krasniqi, njëherët edhe kandidate dhe ishë deputet Mytera Skuka e Arbe Rejgjaj. Tani dhe kandidatë të këtyre zgjedhjeve të cilët me këtë rast kanë takuar nga afër pronarët e kësaj ndërmarrje dhe kanë parë nga afër procesin e prodhimit, për të vazhduar pastaj në ndërmarrjen për prodhimin e elementeve elektrike në Pronto Cable. Derisa po kështu sot takuan edhe stafin e Makerspace të ITP-s, ish kazerma e Kforit Gjerman në Prizren. Takoj në orët e mbrëmjes dhe në orën 20:30 u bëhet një vizitë në shoqatën Esnaf, ku pritën të jetë prezente dhe Ministrja në detyrë Mimoza Kusari. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-shë.